Seksioni për hetimin e narkotikëve në vijim të goditjeve të veprimtarisë kriminale të shitjes së drograve të forta ka finalizuar operacionin policor të koduar Night. Si rezultat i operacionit është vënë në pranga një 35 vjeçar që shiste kokainë dhe kanabis në zonën e Imarës, ndërsa gjatë operacionit janë sekuestruar 91 doza kokainë e po ashtu 9 doza kanabis gati për shitje. Në vijim të kontrolleve për goditjen e veprimtarive kriminale të shitjes së drograve të forta, fal administrimit të menjëhershëm të informacioneve të siguruara, shërbimet e seksionit për hetimin e narkotikëve në drejtorin vendore të policisë Vlorës organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Night, si rezultati të cilit u arrestuan në flagrancë në Himar një shtetas me inicialet AH, 35 vjeç banues të Tiranë. Gjatë kontrollit fizik dhe të automjetit që ky shtetas drejtonte, policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale sasi me lëndë narkotike kokainë në 91 doza, si dhe sasi me lëndë narkotike kanabis në 9 doza. Nga veprimet hetimore dyshohet se ky shtetas, pasi siguronte sasinë e lëndës narkotike, e ndante ato në dozan me qëllim shitjen. Policia bën me dje në komunikimin e shpërndar për mediat se materialet procedurale i kaluan tashmë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.